Të gjithë e kemi këtë bimën në shtëpi, por askush nuk e di këtë sekret. A i dini se aloe vera ndihmon në pastrimin e akneve, ose se përdorimi i lëngut të aloe verës mund të jetë i dobishëm në shumë përfitime dhe i rritë pickimet e insekteve. Gjithashtu shërben për të parandaluar probleme të caktuara të cilat mund të ndikojnë në dukshëm në shëndetin tuaj, duke rikthyer kështu edhe përfitimet më të mira në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Antioksidantët që përmban aloe vera e bëjnë atë një prej përbërësve më të rëndësishëm ushqyes në përditshmërinë e recetave tuaja. Kur mendojmë për aloe verën, gjëja e parë që na vjen ndërmend është përdorimi i saj për të zbutur djegjet nga dielli, të cilat mund t'i japin shumë përfitime të rëndësishme në çdo aspekt të shëndetit tuaj të lëkurës. Kjo është shumë e vërtetë duke qenë se bima aloe verës mund të ofrojë 75 lloje të lëndëve të dobishme, siç janë gjithashtu vitaminat, mineralet, enzimat, sheqernat, përbërës fenolik, gjithashtu edhe aminoacidet të tyre. Në këtë video, sipas zbërajt saj, do të rendisim listën e përfitimeve magjike që do të merrni nga përdorimi i aloe verës. Aloe vera është një bimë që praktikisht mund t'i japë shumë përfitime. Bima aloe verës përmban çuditërisht nivele të larta të antioksidantëve. Këto të fundit luftojnë radikalet e lira në trup, duke i neutralizuar ato një herë për gjithmonë, duke parandaluar kështu edhe komplikacione të ndryshme që i kanosen shëndetit tuaj. Mosha e bimës aloe verës po ashtu ka një rëndësi të madhe në betejën kundër radikaleve të lira. Sa më e vjetër të jetë bima e aloe verës, aq më e dobishme është ajo për shëndetin tuaj. Bima aloe verës është një bimë që jep gjithashtu ndihmë edhe në sistemin tuaj tretës. Aloe vera përmban 8 lloje të ndryshme të enzimave, të cilat bëjnë mrekulli për sistemin tuaj tretës. Veçanërisht, enzimat që ndodhen te aloe vera ndihmojnë në coptëzimin e sheqerit në yndyrë, i cili mund të shkaktojë gjithashtu edhe probleme të sistemit tuaj tretës. Aloe vera përmban gjithashtu aminoacide thelbësore. A i dini se aloe vera përmban 19 nga 20 aminoacidet e saj natyrale që kërkon trupi njeriut. Trupi ynë prodhon 12 nga këto aminoacide. 8 të tjera mund të merren përmes konsumit dhe pijeve të ushqimeve të ndryshme, siç mund të jetë gjithashtu edhe bima aloe verës. Aloe vera ndihmon në shkëlqimin më të mirë të lëkurës. Të gjithë kemi dëgjuar për mrekullinë që bën uji mineral në make-up, por ju mund të mos e dini se aloe vera përmban 10 minerale më të fuqishme që i duhen lëkurës. Minerale kyçe si kalciumi, kromi, bakri, hekuri, magnezi, fosfori, natriumi, zinku gjenden gjithashtu te bima e aloe verës. Ndaj përdoreni këtë bimë edhe për të luftuar gjithashtu problemet e fytyrës, në mënyrë që të dukeni më të reja, më të shëndetshme dhe të evitoni gjithashtu komplikacionet që i kanosen shëndetit të dobët të lëkurës. Aloe vera është një bimë që praktikisht mund të sjellë përfitime shumë të rëndësishme edhe kundër akneve të ndryshme të lëkurës. Për shkak të përmbajtjes së mineraleve, disa prej të cilave janë edhe zinku, që kanë një rol kyç në produktet e bukurisë, aloe vera mund t'ju ndihmojë gjithashtu në zhdukjen e akneve. Zinku do të reduktojë yndyrën natyrore që prodhon vetë lëkura. Disa studime këshillojnë që aknet krijohen si pasojë e mungesës së zinkut. Aloe vera është një bimë që praktikisht mund të paksojë edhe dhimbjet. Aloe vera përmban shumë enzima të rëndësishme, por një në veçanti është më e mira në luftën kundër problemeve të dhimbjes, duke i lehtësuar ato ndjeshëm dhe duke sjellë rezultate të shumëpritura. Kjo quhet iskinase dhe ndihmon në zvogëlimin e inflamacionit të tepruar kur përhapet në lëkurë për të larguar kështu edhe dhimbjet. Të tjera enzimat e bimës aloe verës mund të përdoren gjithashtu për të lehtësuar edhe qelizat e lëkurës, duke i sjellë një mbrojtje më të mirë asaj dhe duke lehtësuar komplikacione të njëpasnjëshme. Aloe vera ndihmon në rregullimin e lëkurës gjatë dëmtimit të qelizave. I ftohti shpesh mund të shkaktojë probleme të shkatrimit të qelizave, duke sjellë kështu edhe dëmtime në hapjen e lëkurës,
të ekspozuar në diell ose në faktorët e jashtëm mjedisor. Faza e këtij dëmtimi mund të ndikojë gjithashtu edhe në shëndetin tuaj të lëkurës. Ndaj bima aloe verës mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese për lëkurën tuaj, duke evituar kështu komplikacionet e saj dhe duke sjellë një nxitje më të mirë të shëndetit të lëkurës. Aloe vera është një bimë që praktikisht mund të sjellë shumë përfitime edhe fal vetive të saj anti-inflamatore. Që prej vitesh, aloe vera është e përdorur për të lehtësuar gjithashtu problemet e ndryshme të lëkurës, por në veprimtarinë e saj kundër agjentëve të jashtëm, këtë e konfirmon një studim japonez që ka treguar se aloe vera ka ndikim mjaft të mirë në pastrimin e zorrës së trashë dhe të stomakut. Aloe vera është një bimë që praktikisht mund të sjellë përfitime në rritjen e flokut. Aloe vera ndihmon në rritjen e flokut të shëndetshëm duke arritur qarkullimin e gjakut në skalp. Enzimat përbërëse japin aloe verës mundësinë që të jetë një lëndë të dobishme për balancimin e pH-it në kokë. Ajo redukton gjithashtu edhe sheqerin në trup. Diabeti është një çrregullim i metabolizimit të karbohidrateve të karakterizuara këtu nga sekretimi i ulët i insulinës. Për këtë shkak, shkaqet dhe simptomat e trajtimit variojnë gjithashtu edhe në kujdesin e lëkurës. Ekspertët e cilësojnë bimën e aloe verës një prej bimëve më të rëndësishme ushqyese në lehtësimin e komplikacioneve të saj. Aloe vera është një bimë shumë e pasur me minerale të rëndësishme. Aloe vera përmban një sër mineralesh që veprojnë si antioksidant, përfshirë këtu vitaminën A, vitaminën E dhe vitaminën C, shumë të rëndësishme këto për elementët ushqyes që ofrojnë shëndetit dhe lehtësojnë mbi të gjitha dhe komplikacionet e saj. Aloe vera është një bimë që praktikisht mund të japë përfitime shumë të mira edhe në betejën kundër problemeve që shkakton kapslëku. Për shkak të efekteve të saj të mira laksative, lëngu i aloe verës do të ndihmojë për të përmirësuar kështu lëvizjen tuaj të zorrëve. Megjithatë, nuk duhet të përdoret si një zgjidhje afatgjatë dhe të përdoret me kujdes në përditshmërinë e recetave tuaja. Rezultatet që do të merrni do të jenë gjithashtu shumë të rëndësishme edhe në lehtësimin e problemeve të tretjes. Aloe vera është një bimë që praktikisht mund të japë shumë përfitime edhe në mbrojtjen e shëndetit të lëkurës. Sipas Cleveland Clinic, dehidratimi mund të jetë një nga shkaktarët kryesorë të akneve. Duke ndihmuar në hidratimin nga brenda, lëngu i aloe verës mund të ndihmojë gjithashtu të përmirësoni gjendjen tuaj të lëkurës dhe të jepni fund këtyre komplikacioneve, duke u bërë që të keni një lëkurë më të shëndetshme dhe më të bukur. Përdoreni me kujdes bimën e aloe verës dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë mbretërëse në rigjenerimin e saj dhe gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Sipas ekspertëve të Healthline, bima aloe verës është një produkt fantastik, i cili mund të japë përfitime mbretërëse për shëndetin tuaj, duke evituar gjithashtu edhe efektet anti-inflamatore të saj. Vitamina C, vitamina E te aloe vera do të ndihmojnë gjithashtu që të reduktoni inflamacione të ndryshme. Ato luftojnë radikalet e lira dhe lehtësojnë gjithashtu problemet që shkakton ndotja dhe pirja e alkoolit. Përdorime të tilla të aloe verës mund të jenë një ndihmë shumë e mirë edhe në forcimin e sistemit tuaj imunitar. Fal përmbajtjes së lartë të vitaminës C dhe ndihmës që jep sistemit imunitar, aloe vera mund të ndihmojë në procesin e mirë të imunitetit, në funksionin e tij afatgjatë dhe në parandalimin e komplikacioneve të njëpasnjëshme. Shtimi i aloe verës në përditshmërinë e recetave tuaja mund të forcojë kështu sistemin tuaj imunitar dhe të lehtësojë komplikacionet e tij. Kjo bimë do të japë rezultate fantastike në rigjenerimin e shëndetit tuaj. Ndaj përdoreni me kujdes dhe rezultatet që do të merrni në fund do të bëjnë ndryshime rrënjësore për shëndetin tuaj. Aloe vera është një bimë që praktikisht mund të sjellë shumë përfitime, ndaj përdorimet e saj me kujdes mund të jenë një nga përzgjedhjet më të mira në nxitjen e një organizmi të shëndetshëm dhe parandalimin e komplikacioneve të njëpasnjëshme të tij. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet të mundshme masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.